Një shqiptar kupit në New York përfundon në gazetat amerikane, portieri që bëri bashkë 2 fëmijë, sot familje me 2 fëmijë. Një histori dashurie që vetëm në New York mund të ndodhë ka qëndër një shqiptar, Liridon ose Mike Dautaj, portieri një godine pranë Center Park West, është kthyer personazhi ditët fundit pasi bëri bashkë 2 fëmijë që sot janë martuar me 2 vajza. Ana dhe Lukas Altman u njohën në vitin 2011 si komshinj përballë njëri tjetrit në ndërtesën 11 West 69th Street. San Lucas, regjisor televiziv për Major League Baseball, kishte blerë apartamentin e tij të parë, ndërsa Ana jetonte përballë me partnerin e asaj kohe. Miqësia mes tyre lindi natyrshëm në dhomën e posës, në hyrje të pallatit dhe gjatë çëtitjeve me qenë në Central Park. Ishte syrin pretje portierit shqiptar që kuptoi se mes tyre kishte diçka më shumë. Dautaj ishte emigruar nga Shqipëria në vitet 90, punon prej 26 vitesh në atë godinë. Në verën e vitit 2014 ai tha Lukasit sinjalin vendimtar, i tregoi se i dashur i Anës ishte larguar dhe se ajo kishte pyetur nëse ai ndodhej në pallat. I thash, duhet të bësh një hap sepse nuk e diet çfarë sjell e ardhmja, kujton Dautaj. Ky moment i dha guxim Lukasit ta ftonte Anën në takim, lidhja e tyre përparoi shpejt fejes në vitin 2015, martesë një vit më pas në Vermont, ku i ftuar special ishte edhe shkesi shqiptar së bashku me bashortën e tij shqipe. Dautaj madje në fjalimet e dasmës ai mori falënderimin e veçantë. Çifti vazhdoi të jetonte në të njëjtën godinë ku erdhi në jetë vajza e parë në vitin 18, në vitin 21 ata u zhvendosën në një apartament më të madh në katin e 6 dhe në vitin 24 familja u shtua dhe vajza e dytë. Gjatë gjithë kësaj kohe, Mike mbeti pjesë e pandashme e jetës së tyre. Pas 15 vitesh, familja Altman po largohet drejt New Jersey për më shumë hapësirë, por ata janë njerëzit e mi të preferuar, thot Dautaj për Anën, historia e bukur e shqiptare që u bë kupit në zemër të Manhattanit.